Përshëndetje, jam Mitmi Kaçuli, 29 vjeç. Profesioni im është elektricist dhe mëngjesin e kaloj duke pirë një gotë qumësh pranë gjyshës time. Si të shkoj mëngjesi sot? Mirë, okay. Çka ke bërë sot? Në mes, mola lopën, kam shku pulat, zogjt. Këtu kam njerëzit e mi të afërt, familjen, të cilët qëndroj më shumë në fshat, por çdo gjë mbledh me anë të familjes. Kam gjyshen, e dua shumë, kujdesem për të, sepse për mua është shtyllë shtëpie, duke t'i thonë llafës. Kam 6 nipën në 4 mesa. Jetë mirë e kam pikën më të dobë. Çe punë do bësh sot? Unë sot do bëj ca instalime këtu në fshat, do i paroj një shtëpi këtu në fshat, jam duke bëj instalimet, dhe pastaj do shkoj në Tiranë. Mirë, okay. Unë po iki? Hajt mirash, në më mjapa në unë se të tu. Po.